pagat e atyre që punojnë në shtet nga viti i ardhshëm do të rriten aq sa do të shtrenjtohen çmimet. Për këtë qëllim, qeveria ka parashikuar një fond prej 4.3 miliard lekësh. Kjo shumë është sa 0.2% e prodhimit të brendshëm bruto. Fondi do të përfshihet në buxhetin e vitit 2026, i cili pritet të depozitohet në kuvent në fund të këtij muaji. Do të thotë që nuk është më në vulnerabilitetin e qeverisë për të vendosur se kur do indeksohen, por do të jetë diçka që është gjysmë automatike. Pra duhet parë inflacionin në vitin 2025, ai inflacion vjetor që do dalë duhet parë për tu indeksuar në vitin 2026 në pagat e sektorit publik. Ndërkohë, pas objektivit për pagë mesatare 900 euro, qeveria duket se ka hequr dorë nga reformat të ngjashme. Për vitin 2026 nuk është parashikuar asnjë fond për politikat e reja pagash. Në radhë të parë, pagat duhen rritur çdo vit. Pra jo të grumbullohet rritja dhe të bëhet në një vit caktuar kur vjen situata ekonomike, kur njerëzit largohen, pra nuk bëhen ndryshimet kur jemi keq. Ndryshimet